Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua piu e soll një gotë hire për 30 ditë dhe u befasua me atë që i ndolli mëlçisë. Hira është lëngu i cili preferohet nga qumshti lopës në rastin e përpunimit të djathit. Është shumë e pasur me minerale, vitamina, aminoacide, proteina edhe bashkime të tjera të cilat janë të shëndetshme për organizmin tonë, citon health.com. Meqense është fjala për lëngun, e dimë që ajo shpejt arrin deri të gjitha organet nëpërmjet të cilave kompensohet shumë mungesa e organizmit tonë. Për shkak të vlerave të ulta të pH-it, transporti deri te organet është më i shpejtë dhe efikas. Në 1 litër hir mund të gjeni rreth 360 kalori, gjë që është përgjysmë më pak se kaloritë të cilat mund të gjenden në 1 litër qumshti të freskët. Poshtë kësaj që përmendëm më sipër, hira përmban edhe albumina, mineralet të cilat i gjejmë edhe te hira mirëmbajnë tonusin e qelizave dhe pengojnë tensionin e lartë të gjakut, sulmin në tru dhe infarktin. Nga ana tjetër, proteinat pengojnë osteoporozën, rregullojnë kolesterolin, ndalin veprimin e gurzave të dhëmbëve, rrisin masën e muskujve, forcojnë imunitetin, zvogëlojnë stresin dhe janë aq të rëndësishme edhe në rigjenerimin e mëlçisë. Duhet të dini që ushqimi intensiv me hirë në të gjitha format origjinale të saj dhe derivatet çon deri te rigjenerimi i shpejtë i vendeve të sëmura në organizëm. Një ndër mënyrat e përgatitjes së hirët është: 1 litër qumësht vlohet derisa ena e qumshtit të nxehet, shtoni pak lëng limoni. Në 1 litër qumësht hidhni lëngun e 1 limoni, e lini të ftohet, kur të ftohet, e shtoni atë në shishe dhe mbajeni në frigorifer. Kështu keni preferuar edhe një hirë mjaft të mirë, e cila mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë elementë ushqyes. Hira mund të ofrojë gjithashtu një përfitim të mirë në shëndetin e mëlçisë. Studime të botuar në revistën Clinical Nutrition tregojnë se hira ndihmon fort për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të mëlçisë së dhjamosur dhe sëmundjeve të zemrës. Pas vetëm 4 javëve të shtimit të proteinave të hirës në ushqim, të dhënat kryesore të yndyrës së gjakut u përmirësuan në mënyrë të fortë te pjesëmarrësit. Përdorimi i hirës ul ndjeshëm sasinë e yndyrnave brenda qelizave të mëlçisë së dhjamosur. Ekipi mjekësor i Universitetit të Lozanës në Zvicër cituan se proteinat e hirës arrin të jenë një mënyrë efikase për të luftuar kështu edhe sëmundjet e mëlçisë. Hira është një zgjidhje shumë e mirë edhe në pastrimin e gjakut. Megjithëse nuk japin gjithmonë vëmendje mëlçisë, hira është e rëndësishme edhe në pastrimin e gjakut, duke pasur edhe element mjaft të mirë që largojnë toksinat e dëmshme, duke detoksifikuar shëndetin tuaj. Sipas ekspertëve, ka një lidhje mes problemeve të mëlçisë së dhjamosur dhe cilësisë së gjakut. Hira përdoret për të mbajtur trupin në formë. Është një fakt i njohur se proteinat ndihmojnë në mbajtjen e formës së trupit nën kontroll. Ajo është një ushqyes që e ngop më shumë organizmin nga të gjithë të tjerët. Në mjaft studime, ngrënia e proteinave në masën 25% të konsumit të kalorive ditore ul me 60% urinë për të ngrënë. Studimet kanë treguar se zvendësimi i burimeve të tjera me kalori me proteinë hire, të kombinuar me aktivitet të fortë fizik, mund të sjellë ulje peshe prej 3.5 kg në mënyrë krejt natyrale për 3 muaj. Dhe kjo duhet të mbahet në ekuilibër masën muskulare sipas kërkimeve të health.com. Nëse jeni duke u përpjekur për të humbur në peshë, atëherë shtojcat e proteinave të hirës ju ndihmojnë gjithashtu edhe për të ruajtur më mirë masën tuaj muskulare, duke sjellë kështu rezultate më të mira në shëndetin tuaj. Ndoshta emri nuk e ka aq të bukur sa ka vlerat e saj për shëndetin. Hira është një lëng i cili përfitohet pasi është bërë djathi. Për të bërë 1 kg djath nevojiten 10 litra qumësht, ku 9 prej të cilave janë hira. Për të nxjerrë më të mirë nga kjo pije, ekspertët këshillojnë që të pini maksimalisht gjysmë deri në 1 litër hir në ditë, dhe nëse doni maksimumin e efekteve, atëherë përdorni hirën e qumshtit të dhis. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar, Elie Metinkov, njëkohësisht edhe fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futjen në dietën e përditshme të hirës. I quajtur ndryshe babai i imunitetit mes natyrales, Metinkov ka thënë se hira ka efekte të pakrahasueshme në sistemin gastrik, jetëgjatësi dhe mosprekjen e banorëve të Kaukazit,
nga probleme të ndryshme, që atribuohet pikërisht konsumit të hirës nga kjo popullat. Hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë mjaft të shëndetshëm. Hira është një zgjidhje shumë e mirë edhe në pastrimin e veshkave. Hira bën një punë të shkëlqyer duke pastruar veshkat, madje në disa raste duke shkrirë edhe gurën në to. Nuk është rastësi përse ekspertët rekomandojnë masivisht konsumin e hirës te personat e sëmurë nga veshkat. Ajo largon helmet nga mëlçia. Mëlçia është organi i shkëlqyer i vetëm në trupin e njeriu që ka në fuqi të regjenerohet. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme në trup për ta mbajtur atë më të shëndetshëm. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteina e hirës, ka veti mikrobike antivirale, forcon sistemin imunitar dhe mbron nga sëmundjet kardiovaskulare duke rritur performancën e aktivitetit fizik. Kjo pije e varfër në pamje por jo në përmbajtje ka beta-laktoglobin, e cila furnizon organizmin me aminothartira BCA, të cilët ndihmojnë me sëmundjet avancuara të mëlçisë. Të sëmurëve nga të thatit u rekomandohet gjithashtu që ta shtojnë atë vazhdimisht në dietën e tyre. Duke ditur kështu edhe rëndësinë ushqyese që ajo ka, mund të jetë një zgjidhje mjaft e mirë për organizmin. Ju mund ta konsumoni hidrën edhe në mënyra të ndryshme, rekomandohet për shkak të proteinës se do të ulë oreksin. Ndërsa atyre që u pëlqen sporti në vend të kokrave energjike që marrin, mund të përdorin pikërisht këtë pije për faktin se përmban proteina që japin energji muskujve dhe trupit tuaj. Sigurisht që hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është një zëvendësues i tij për sa i përket vlerat ushqimore. Nga studimet rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe suplemente të tjerë të shëndetshëm. Dhe është pikërisht kjo përmbajtje që e ka bërë të krahasueshme me qumshtin e gjirit. Pija magjike ndihmon edhe në periudhat e prekjes së femrave nga osteoporoza, pasi furnizon kockat edhe me ushqime të duhura. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në rregullimin e yndyrnave në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve që kanë probleme me yndyrën e tepër në gjak, pas vetëm disa javësh të konsumit të rregullt të tyre, efektet do të jenë të mrekullueshme. Hira largon stresin. Hira nxit prodhimin e serotoninës, hormonit të lumturisë dhe kështu zvogëlon edhe ndjenjën e stresit. Përgatitja e hirës në kushte shtëpie do të jetë një zgjidhje mjaft e mirë për shëndetin tuaj duke reduktuar një sër komplikacionesh. Ajo largon helmet nga mëlçia. Kjo pije ka përmbajtje të beta-laktoglobinës, e cila furnizon organizmin me BCA, aminothartira të cilat ndihmojnë kundër sëmundjeve të avancuara të mëlçisë. Hira është një zgjidhje shumë e mirë në pastrimin e veshkave. Hira këshillohet të përdoret nga personat që vuajnë nga gurët e veshkave sepse, përveç pastrimit, mund të bëjë edhe shkrirjen e tyre. Ajo tonifikon muskujt dhe ka efekte dobësuese. Për të gjithë ata që janë të apasionuar dhe të dashuruar me sportin, këshillohet që në vend të kokrave energjike që marrin, duhet të përdorin hirë, pasi proteinat e shumta që ajo përmban i bëjnë muskujt më energjik dhe mbi të gjitha ofrojnë përfitime për trupin. Ato rregullojnë yndyrën e tepërt në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak, efekte që do t'i shihni që në javët e para të përdorimit. Ajo forcon kocka dhe pengon osteoporozën. Hira nuk ka yndyrë që ka qumshti dhe është një zëvendësues i mirë i tij sa u përket vlerave ushqimore. Ajo ndihmon edhe në periudhën e prekjes së femrave nga osteoporoza, pasi furnizon kockat me ushqim. Hira është një zgjidhje shumë e mirë në largimin e stresit. Ajo nxit prodhimin e serotoninës, hormoni i lumturisë, duke sjellë kështu edhe reduktimin e stresit. Pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do ju sjellë shumë përfitime në dobi të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.